Si të largoni celulitin në disa hapa, trajtimet natyrale për një trup të rregullt. Format për të luftuar celulitin variojnë nga ato natyrale deri tek ato mjekësoret. Për të evituar efektin e këmbëve apo duarve që ngjajnë si lëkura e portokallit, duhet të ndiqni disa mënyra. Përtej trajtimeve estetike dhe ndërhyrjeve mjekësore, rëndësishme është përmbajtja e rëndësishme është mirëmbajtja e trupit në çdo kohë me metoda natyrale. Celuliti formohet kur qelizat e trupit që magazinojnë dhjamin e mbledhin atë në mënyrë jo të rregullt duke formuar kështu toptha dhjami. Ja disa mënyra të sigurta të reduktimit të celulitit. Konsumoni shumë ujë. Një ndër hapat e parë kundër luftës ndaj celulitit është padyshim uji. Aleati më i madh juaj kundër celulitit është uji sepse ndihmon në tharjen e dhjamit duke eliminuar edhe toksinat në trup. Ju mund të largoni celulitin duke konsumuar sa më shumë ujë. Këshillohet të konsumoni deri në 2 litra ujë në ditë. Ujë me limon, një mënyrë tjetër shumë e thjeshtë e shkrirjes së dhjamit të celulitit, është edhe pija juaj e preferuar ujë me limon. Kjo pije është mirë të konsumohet e ngrohtë, herët në mëngjes apo në formën e çajit, gjithmonë duke zgjedhur përbërës natyral, çaj jeshil. Për të patur një lëkurë perfekte dhe të lëmuar, për pak kohë provoni edhe çajrat. Në veçanti çaji jeshil ndihmon në tharjen e celulitit nga trupi. Vitaminat. Çfarë të hani për të zhdukur celulitin? Sugjerohet një listë ushqimesh dhe vitaminash të cilat do të kujdesen për trupin tuaj. Së pari, konsumoni shumë fruta si boronica, limon, portokalli apo kivi. Agrumet dhe vitaminat C ju ndihmojnë në heqjen e shpejtë dhe stimulon shkrirjen e dhjamit. Konsumoni më shumë moll bashkë me lëkurën, pasi ndihmojnë në eliminimin e masës dhjamore dhe nxitin formimin e muskujve. Ushqimet pasura me omega 3 janë një burim i mirë i elementit ujit të tepër që akumulohet në lëkurë. Ushqimet që duhet të evitoni nëse keni celulit janë ushqimet e pasura me karbohidrate apo ato shumë të procesuara. Kafe dhe limon, një ndër pijet më të preferuara, ju ndihmon kundër simptomave të celulitit. Merrni llumin e kafes dhe bashkojeni me pak lëng limoni. Përzieni lëngun e kafes me lëngun e limonit dhe lërini të pushojë rreth 10 minuta. Më pas filloni të masazhoni lëkurën me kujdes dhe lëvizje rrethore. Sasinë e kafes mund ta vendosni në bazë të pjesës së trupit që do të masazhoni. Mund të përdorni 2 apo 3 lugë gjelle me lum kafeje dhe 1 lugë lëng limoni. Bëjeni këtë trajtim 3 herë në javë gjatë dushit dhe më pas shpëlani lëkurën me ujë të bollshëm. Këshillohet që në çdo rast të merreni edhe me ushtrime fizike të paktën 1 herë në javë për një trup më të formuar dhe më të shëndetshëm.